Rjeti digjet, Dojna dhe Kiara, përplasja që po trondit rjetin. Pas deklaratës së Kiara Titos në emisionin Goca dhe Gra, ku mohoi se kishte hequr nga Instagrami Dojna memën, kjo e fundit ka reaguar me njëherë dhe ashpër në rrjetet sociale. Në Instastory, Dojna ndau një screenshot të një bisede të vjetër në WhatsApp, ku një person i shkruante: "Hiqe Kiara Titon, pale çaj duket vetja." Në këtë mënyrë, ajo duket se i kundërpërgjigjet drejt për drejt Kiarës, duke sugjeruar se përplasja nuk ka ardhur pa arsye. Mëtej, Dojna publikoi edhe një mesazh të gjatë, ku theksoi se nuk ka frikë nga e vërteta dhe nuk mban asgjë brenda. "Mua ku më bëj një pyetje direkte, ka mjaftueshëm këllqe për të dhënë përgjigje të drejtpërdrejta. E bëj për rehatin time, s'më duhet të mbaj mend gënjeshtra." Ajo shton se kjo nuk është një temë me vlerë për të zgjatur, por nuk e fsheh pakënaqësinë dhe thumbin final. "Unë as nuk fola keq për të." Në rrjetet sociale, ky reagim i menjëhershëm ka ndezur reagime të shumta, ndërsa publiku tashmë është i ndarë mes dy figurave televizive të njohura.